Në thellësinë e madhe të një ishulli, ndodhen disa krijesa të egra, që ndryshe quhen të pasbuturit. Vetëm kur dy djem të humbur gabimisht të futen në një laborator, ku do të zbulojnë shumë gjëra të ky vend. Të pasbutur, aventura! Çfarë mendon Deligjaf? Duket më mirë se autobusi. Pa dyshim. Por Mak, unë nuk shoh asnjë gjë. Hej shoku, shikoj pak të. Wow! Episodi 1. Duke zbutur T-Rexat. Ky vend është i hatashëm. Duket si një dyqan i çuditshëm pune. Duket laboratori i çuditshëm. Po, kështu më duket. Hej, Deligjaf, më shiko pak shoku. Mak, nuk duhet ta bësh këtë. Ajo gjë nuk është e jotja. Do t'ishte mirë të ma jepje mua. Shoku, nëse prek ato. E sheh? Thjesht një libër është. Vetëm një libër i thjesht, ha? Këtu qëndrojnë aventurat dhe fatkeqësitë e një jete të kaluar duke pushtuar botën e egër, mjeshtri i zbutjes. Unë e shijova ftesën e darkës, por nuk e pranoj faktin që të jem pjesë e menus. Por nëse unë do t'isha i mbaruar në këtë mesele, ama unë kam diçka që T-Rexi nuk e ka. Krah më të gjatë. Cilësi i vërtet për të zbutur një kafshë të egër është që ti tregosh se kush është mbreti. Me pasbuturit? Mendon se është e vërtet? Në rregull, kaq ishte, le të shkojmë. Shoku, wow, pa shikoj pa këto krijesat. Janë me të vërtetë papar. Libri thot, ai është një T-Rex dhe emri i tij është Iron Job. Ai është dizenjuar në një laborator sekret për të qenë i rrezikshëm dhe një makineri shkatrimtare për gjueti. Aha! Nuk tha kot libri që është i rrezikshëm. Hej, e mbamën se çfarë bëri mjeshtri pas butësisë për të zbutur? E she, ndonjëherë nuk don informacione për ta zbutur. Mjeshtri thot që ai ha mëngjes metalik dhe një kafshim i tij mund të bëjë çdo gjë. Dhe këtu ndodhe një shumë e madhe me T-Rex, Skreqi, Trakor, Heripsor. Wow! Ndihet që ka një aromë të pasbutur. Herën tjetër në serialin Të pasbutur. Jo përsëri. Çfarë do të presim tjetër? Të pasbuturit! Herën e kaluar në serialin Të pasbutur, aventurat. Jo përsëri. Shoku, normal që do të ndodhte sërish. Një, dy, Tre! Të pasbutur, aventura. Episodi 2, raptorët e zemëruar. wow, pa shikoj gjithë këta. Tani jam duke e parë, këta kanë një shenjë të çuditshme. Edhe kjo gjithashtu. Mak, shiko pak librin. Vetëm bëje se nuk do të kafshoj. Je në teresi? Duket e njëjta, pas ka dhe një çelës. Dhe një ditë tjetër për në punë. Ku pa dashje u vrava diku. Au! Këta raptor nuk ishin të lehtë për t'i gjetur.
por me sa duket ata më gjetën mua. Do të dohet t'i jepja një duart rokite të fortë për ata raptor që po përpiqeshin shumë. Ju lumt, raptor, ju lumt. Që nga një raptor goditës, s'ka mundësi. Wow, ky tregim është i maniqëm. Thotë që emri ti është Hazard. E ka emrin ashtu për shkak se në një pjesë ai ka një shenjë. Më pas ka ngjyrën e tij të zakonshme, jeshile. Sipas artës, ai vjen në xhunglin e thellë. Njësoj si me krijesën e mëparshme. Ai vjen nga toksinat, kimikatet, ku personaliteti i tij bëhet i rrufeshëm. Sa për t'jeni, ai mund të bëhet i egër shumë shpejt. Bukur fare. Shoku, këtu e gjitha të raptor. Frostbite, Thost, Jutit, kjo është shmendëri. Mendoj se ne jemi në klubin e mjeshtrit tek të pasbuturit. Mendoj që na ka thirrur një rrjedhë egër. Një teknologji e fshehur. Bashkoj, duket që është njëra prej tyre. Hej grupi, shpresoj që ky mision t'ju gjejë të gjithëve. Vi nga thellësia e xhunglës ku një pjesë e madhe e dinozarëve po marrin vendin me sa duket. Wow! Kjo gjë ndodh për herë kur raptorët Hazard janë në gjuhën e tij. Ai mund të hap shumë të lashët të tjera. E dini një gjë? Unë do t'ju bëj që të kuptoni shumë gjëra për aq kohë sa jam mish i freskët. Ju dëgjofshe të mirë, përse mos jeni në rrezik. Paçi. Ke ndaluar së menduari se ku mund të ndodhet mjeshtri të pasbuturve? Ku ka shkuar? Mund të jetë këtej rrotull. I gjithë ky dyqan aksesorësh dhe gjithë këto krijesa janë ndende këtu, do të jetë diku këtej rrotull. Mezi po presti takoj ata. Hej, shikoj këtë. Ky mund të jetë shkrimi i fundit në ditar. Kushdo që po e lexon këtë të bëj kujdes. Mos merrni rrugën për të më gjetur. Rruga është shumë e rrezikshme. Mjeshtri të pasbuturve mungon. Herën tjetër në serialin të pasbutur. Kush mund të jetë mjeshtri të pasbuturve? Kush ose çfarë i pret tjetër atyre? Oh. Të pasbutur, bëhuni gati. Në episodin e kaluar tek aventurat e të pasbuturve. Mjeshtri të pasbuturve ka humbur? Mos e jani të kërkoni për mua. Kjo rrugë është shumë e rrezikshme. Aventurat e të pasbuturve, episodi 3, sekretet e kockave. Ku mund të jetë mjeshtri të pasbuturve? Ti e lëndove librin, Mak. Ne duhet që të vazhdonim ta lexonim atë. Më jep librin. Oh. Ti e humbe Chelsea-n. Ti duhet që të ma jepi atë libër. Ti e lëndove. Është thjesht një libër. E po mënyra vetme që ta zbulojmë se çfarë ndodhi atij është vetëm që ta lexojmë atë libër. Më fal shoku. Me sa duket edhe vetë dielli pas ka frikë nga ky vend. Edhe vetë gurët janë të nervozuar gjithashtu. Unë duhet të shikoj kur eci. Me sa duket dhe dikush tjetër që ka pak i friksuar po ashtu. Lëre fare. Unë doja që ai t'u zbuste pakës. Haha, thjesht mundesh ta ndriçoja pak atë në anën e tij të mirë. Por si kemi për ta hapur atë kafas pa patur Chelsea-n djali zgjuar? Prit, me çfarë ishte bëra i Çelës? Mendoj se me kocka? Iu. Bingo! Wow, shoku! Emri i tij është Glum dhe është një lloj skeleti tipi dinozaur. I pavdekshëm dhe jegër. Shikoja kockat!
E papar! Këtu thot që ai lloj skeleti dinozaure mori fuqinë e pavdekshme nga një energji mistike të kockave të vulkanit. Dhe gjithashtu ka një vëllaç që e ka emrin Doom, një T-Rex që mund të jetë edhe më i rrezikshëm. Wow! Fuqia pavdekshmërisë duket që ka ardhur nga një kristal shumë i vjetër poshtë vulkanit dhe i ringjall jetën çdo lloj krijese që vdes aty. Prit një sekond, mund ta bëj. Wow! Fuqia e pavdekshmërisë. Hey, për çfarë duke kërkuar? Unë mendoj që nëse ne gjurmojmë atje ku mjeshtri ka shkuar deri më tani, ne mund të gjejmë se ku ka shkuar ai më pas, ose ndoshta ku ka ngecur. Pra, ne shkuam tek laboratori i xhunglës dhe pastaj thellë në xhungël dhe më pas tek vulkani i kockave. Pra e bie që mishtri të pasbuturve mund të ketë shkuar Tek akullnajat. Ky është një dhëmb i madh. Herës tjetër tek aventurat e të pasbuturve. S'ka mundësi! Kush ose çfarë ka për t'i pritur atyre? Të pasbutur, bëhuni gati! Në episodin e kaluar tek aventurat e të pasbuturve. Pra i bie që mishtri të pasbuturve mund të ketë shkuar Tek akullnajat. Ky është dhëmb i madh. Mhak, ndalo! Ti ke frikë dhe përbindesh i ha. Ndoshta ka mikrobe aty. Ose më keq, Krimba! Ndalo! Ndalo! Ajo tigër, ndalo! Aventurat e të pasbuturve. Episodi 4. Akullnajat. Jo, të lutem, ndalo! Afroj këtu, e ja tani Ndalo, shoku. jo, të lutem! Plako, nëse do të shikoj një kaset t'je shpyet. Kjo duket premtuese. Ej grupi, unë jam këtu te akullnajat edhe është shumë ftohtë. Siç mund ta shikoni, këtu nuk ka ndonjë gjë të veçantë që mund të mbijetor sepse moti këtu është ekstrem fare dhe era frym fort. Përveç tigrave të mëdhenj edhe për fat të mirë ata nuk çengan këtu. Kjo zhurma nuk më pëlqeu. Ajo mund të jetë zhurma kur zgjon nga gjumi dhe do të thotë që erdhi koha e mëngjesit. Por vetë kam ngrënë, pra po largohem nga këtu. Mirupafshim. Pra, mjeshtri të pasbuturve shkoj që të zbuste një dinosaur kockash. Dreqin, unë jam alergjik ndaj maceve. Jam bërë 5 ditë të gjata, por unë ja dola dhe Plago është shumë ftohtë. Një nga këto macet e bezdisshme duhet që të jetë diku këtej rrotull. Unë mendoj se thjesht do të rrëshjas. Pritje e lezetshme në aku. Hua! Që më kujton mua që duhet të pastroj dhëmbët pak a shumë. Shëndet! Unë mendoj që të dy ne kemi nevojë për një farsolet. Ku është Chelsea? A nuk ishte tek libri? Jo, por shikoj këtë. Wow! Në rregull. Emri i tij është dhëmb argjendi dhe është një tigër me dhëmb të mëdha nga vendet e ftohta dhe të pajeta si akullnajat. Ai e mori emrin e tij si dhëmb argjendi që kur ai vazhdoi duke kafshuar një metal shumë të shkrir. Ai përdor ato që ta pres gjaun e tij dhe po ashtu ta shkatërroi çdo gjë që i del përpara. Kjo dihet. Atje ndodhe dhe një tigër tjetër me dhëmb të forta që quhet sharrësi i kockave. Këta lloj tigrash janë të vetëm sepse nuk e kanë shumë qef njëri tjetrin. Shëndet. Madje atje ka dhe një tjetër gjigant edhe me dhëmb më të forta që nuk e di se ku mund të jetë, por kush e bëri atë? Në episodin e radhës tek seriali të pasbutur, djemt mund të ke kafshuar më shumë se ç'tohet. Wow! Të pasbutur, bëhuni gati!
Shiko këtu. Herën e kaluar në serialin Aventurat e të pasbuturve. Madje atje ka dhe një Më mirë se tjetër më ka gjigante ku me të dhëmë shkoj. të forta. E po mirë Delixha, kjo po bëhet e çuditshme. Tani po na e thua këtë, Mak? Mak, nëse veprojmë kështu, do t'jetë vërtet e rrezikshme. Kjo është pikërisht ajo që unë kam dëshirë prej kohësh. Aventurat e të pasbuturve, episodi 5, Suni predatorëve. Të pasbuturit nuk më duken që më kanë shumë qejf. Hej, shikoj kafazët! Tu prapa pas ka vjemi ngjyra. Argjendi, portokalli, jeshile, e kuqe dhe ngjyrari. 5 pjesë të bashkuar, 5 kafaze, 5 dosje. Çfarë do të thotë? Diçka rreth tyre i bën ata të pasbutur, kështu që ne duhet ta mbajmë librin. Unë Isha duke shijuar ajrin e pastër të malit, por nuk isha një pikë qëndrimi për t'u mbajtur. Dhe ndalova tek vendi. Mund të them që ishte një ndër vendet më të përsosura për detajet më të vogla. Kur mos u ngatro me vëzhgimin e një ujku, degin e kisha para syve. Mbi të gjitha ata ishin vërtet, por vërtet këlysh të mëdhenj. Kape! Unë e dëgjova atë ulërim të egër. Ma jep! Jo, kjo është e imja dhe unë lexova historinë. Emri ti është Mesnata, ajo shoj kush me të zi. Ajo shijon për impulsivitetin e tij të madh dhe për ulërimin e tij famkeqe. Thotë që lloji ujku të Mesnatës janë nga maret e fsheta, por zakonisht ngjiten në malën e madhe të vulkanit dhe shtëpitë e tyre janë shkëmbit në varësi të ishullit. Ai zakonisht del me një tjetër ujk të bardhë të Mesnatës, me emrin Blizzard. Dhe kur ata dalin për gjëti, ata madje mund të mposhtin krijesa të mëdha, si për shembull dinosaurët. Por rreth përjardhjes së tyre. Nuk ka ky rrugtim ndonjë informacion rreth tyre? Hej, shikoj pak këtë. Çfarë? Fatmirësisht kam pasur fatin që të kem kontakt me krijesa të tilla para ti. Nuk mund ta lejmë atë të zbusë këtë krijesë të rrezikshme me ekspertë të rrezikshme. Së shpejti do të kem diskutimin final me shkencëtarin e acaruar. Shkencëtari i acaruar. Herën tjetër në serialin të pasbuturit. Nuk po hapet. Me sa duket, ata ka për të ngrirë eksperimentet e tyre ku ne keqbërës do të shfaqet në botën e të pasbuturve. Të pasbutur, po unë i gati. Hej, shikoj pak këtë. Në episodin e kaluar të aventurat e të pasbuturve. Së shpejti do të kem diskutimin final me shkencëtarin e acaruar. Shkencëtari i acaruar. Duhet që të ketë një tip përshkrimi hyrës për shkencëtarin e acaruar. Ndoshta ne mund të zbulojmë se çfarë shkencëtari i acaruar po bënte dhe cilat ishin planet e tij djallëzore. Mak, çfarë duke bërë? Simbolet që janë këtu janë shumë të ngjashme me ato të kafazeve. Unë mendoj se kjo është ajo se çfarë do të bëjmë. Unë nuk e di, por s'kam gjësit e mirë për këtë. E po kjo nuk ishte mirë. Aventurat e të pasbuturve, episodi 6, rikthimi i semërimit. Mak, a e pe çfarë bëre? Nuk e di, por ne jemi gjallë apo jo? Ndoshta jo për shumë gjatë, por ti s'ja ke idenë se çfarë bëre. Ndoshta ky vend do që ne të përfundojmë diçka. Ndoshta kjo është ajo se çfarë mjeshtri të pasbuturve përvonin që të Mirë, bënta. në rregull. Do të shikojmë se çfarë do thot libri. Nuk po hapet. Dhe që këto ti mor libër me si figjan, apo se do të shëndroj në pluhur. Kështu po duhet. Shiko, ja ku është shpjegimi për shkencëtarin e acaruar. Më në fund ja dola që të arria. Sot ka për të përfunduar. Ai nuk mund të vraponte për gjithmonë, dhe gjithashtu as unë.
Fatmirësisht kisha disa shok që më erdhën të më ndihmonin. Si i thoni për një xhiro? Unë mund t'ja dalë më mirë kështu. Çfarë ju thash më parë? Me sa duket, unë gjeta laboratorin e shkencëtarit të acaruar. Vetëm Zoti e di se çfarë gjërash të liga dhe eksperimentet të shpifura bëhen atje. Mak, ne jemi tek laboratori i shkencëtarit të acaruar. Mak, Kështu supozot që ne ta bëjmë. a nuk po më dëgjoje? Ky është laboratori i shkencëtarit të acaruar. Të gjitha këto janë eksperimentet e tij. Shumë të rrezikshme. Më duhet ju falënderoj juve, djema, që përfunduat atë se çfarë u nisa. Ja dolët për mrekulli. Se t'ju a them, libri i mjeshtit zbutës nuk do të hafte me mua, por e bëre me juve. Dhe tani, eksperimenti im, ja të time, ka përfunduar. Tani shikoni, krijimin tim. Krijesat e vogla të acaruara! Ups! Pa që fati zbusni këto!